Kullat shqiptare ndër sheku janë vlerësuar jo vetëm për arkitekturën karakteristike, por edhe për funksionalitetin dhe rolin e rëndësishëm që kanë pasur në jetën shoqërore dhe kombëtare. Një ndër to është kulla e Recep Halil Berishës, e cila ndodhet në fshatin Lipovec. Kjo kullë e ndërtuar rreth 200 vjet më parë ka shërbyer për shumë qëllime, ndërsa një nga rolet më të rëndësishme të saj kanë qenë ai arsimor. Arben Berisha na tregon më shumë detaje rreth kësaj kulle. Kjo kull diko është rreth 200 vjeçare e vjetër. Këtu janë 2 kulla kanë qenë fshat, është një kull atje që nuk është rindërtu. Vitin 45 ka shërby si shkollë për 2-3 vite. Tash është në këtë gjendje që shposheni, domthonë nuk ka restaurim apo diçka nga organet. Sipas Berishës, gjendja aktuale e kullës është shqetësuese, pasi mungon çdo ndërhyrje institucionale për ruajtjen dhe restaurimin e saj, pavarësisht vlerës së madhe historike dhe kulturore që ajo përfatëson. Ne si popull është mirë që mi rujt vlerat tona historike, kjo ka rëndësi të veçantë, është mirë që të jetë në mbrojtje si një pjesë tjera të kullave që janë. Unë i bëj thirrje që mirën masa ndërhyn që të rregullohet. Banorët e zonës shpresojnë që institucionet përgjegjëse të reagojnë sa më shpejt, në mënyrë që kjo kullë, si dëshmi e historisë dhe arsimit shqip, të mos mbetet vetëm një kujtim i harruar i së kaluarës.